Me hyrje në fuqi të ligjit të ri për paketën e maleve, qytetarët e Shijakut po tregojnë interes për investime në zonat rurale. Kërkesa më e madhe vjen nga njësitë administrative Gjepalaj dhe Maminas, ku shumë investitorë synojnë ndërtimin e fermave agroturistike dhe bujtinave. Deri më tani janë regjistruar 54 aplikime, 28 prej të cilave brenda zonave të miratuara. Rreth 90% e aplikantëve janë qytetarë që zotërojnë prona dhe synojnë të zhvillojnë ato përmes investimeve në turizëm rural. Ato qytetarë që ndër vite kanë një tokë bujqësore që e posedojnë, por nuk kanë një certifikat pronësie dhe kjo është një mundësi e artë për to për ta vënë në punë tokën, për të marrë certifikat, por jo vetëm, edhe për ta zhvilluar qoftë ekonomikisht për familjen e tyre, për veten e tyre, dhe si një ekonomi qarkulluese dhe për gjithë Bashkinë e Madhe të Shijakut. Investimet e para të pritshme nga aplikantët përfitues arrin në rreth 20 milion euro, një shifër që pritet të ketë ndikim të drejtpërdrejtë në ekonominë lokale. Pra 20 milion euro të injektohen në ekonominë e Bashkisë së Shijakut është një zhvillim ekonomik i madh, i qëndrueshëm, por mbi të gjitha është dhe afatgjatë. Vetëm me dy persona që kanë aplikuar tek paketa maleve, numri i të punësorëve që kanë paraqitur në projektet e tyre është 34. Pra imagjino që për 28 aplikime do të kemi mbi 100 e sa të punësuar në të gjithë këto agroturizmat. Bashkia e Shijakut synon që përmes paketës së maleve të nxjisë zhvillimin ekonomik, të risponsimin dhe të kthejë zonat rurale në destinacione të qëndrueshme turistike gjatë gjithë vitit.